e në rrej kushtetutën na imi, sukur Putini, mran 24 ore, e shkarkoj Xhabirin. Në kush nuk boni zopi shtetit. Ju keni pas raport shumë të komplikuar me zotin Naim Ternova. Çu keni raportet sot me ta? Çashtu janë atë. Edhe Naimi më se spret më pajtu me mua, po unë spajtona me ta. Naim Ternova kush për me kushtetut, me çdo rregulla bashkësia me kush si erxon nuk ka. Me rregulla që i ka buaj, kush i afrohet ngacko. Të më shpëlim. Ai zgjidhet, shembull mandatin e ka 5 vjeçor, ku vendi 4 vjeçor. Kryetarët e kanë 4 vjeçor. Shembull zgjedh 27 kryetar, 27 këshilla janë në nivel të Kosovës. Edhe i kontrollon komplet njerëzit që po 27 këshilla, 30 këshilla nuk e di se janë se tash më dal për rrjedha pak. Domthon 30 kryetarë i zgjedh ai. Jem nën, sikur tita këtu në herë si ne ke kryetar në Republika. Mos problemi. Tash, mas më të motë ty bëhet bëj kryetar ti më çit mundet më votem për mefti. Kjo punë kryhet. A jeni ndjeni për çështjen e xhamisë në qendër, domethënë kur themeli para 3 vjetëve, thuhet se ai objekt ka më kushtuar 10-15 milion meftiu ka thonë. A ka më ndërtu ndonjëherë kanë buxhet të parë për më ndërtu këtë objekt? A dini diçka? Unë me ftis nuk i besoj në deklarata kurse 90% deklarata për të dhënë sot kështu nesër ashtu është problemi i besu, se për shembull unë edhe shkarkimin tim kur e kam bëj, kam thonë me ftis shkruam vendimin për shkam ke shkarku. A pse kum formu sindikat, a pse po guxoj me dal në media? Çellosh shkuma, mo vesh i pa përshtatshëm mbastisë la me shkuma, Allah çka kom bëu.